Ish banori i Big Brother VPP-s, Senofishta, ka qenë i ftuar në emisionin Se luan topi, ku ka treguar detaje nga jeta e tij private. Ajo pjesa e dokumentacionit dhe azilit ka qenë pjesa më e vështirë. Unë kisha ku të rria, por pjesa e letrave kemi qëndruar 6 muaj në çadër në kamp. Aty mund të ishim 1000 veta, shumë gra 7 zëna, edhe Edra. Një sakrificë që kur kthehesh pas, mua më vjen keq për Edrën se sa për veten. Unë e marr si eksperiencë, si Tarzani nuk pyes. Kushtet e vështira në shi, atje temperaturat e ulta. Çadrat e një parkim, banjat ishin të përbashkëta. Nuk mund të gatuaja asgjë se nuk kishe ku ta përgatisje ushqimin. Prit sot prit nesër për një transfert, për një shtëpi. Edhe atje shqiptari nisi duke vjedhur energjitë e ndriçimi i rrugës, plinim furnela. Nuk na futën në burg. Në nëntor u vendosëm në shtëpi dhe djali ka lindur në mars. U vendosëm në një vend shumë periferik të Francës, jetuam me një çift tjetër në shtëpi, si në Big Brother, tha Seno fillimisht. Një ditë pasi lindi vajza, kam qëndruar për një periudhë të gjatë larg familjes. Hyra në një gabim, në një mesele që më ndaluan në Zvicër. Një hetim në lidhje me narkotrafikët, u përfshiva përmes disa mesazheve me disa njohja që kisha. Po, edhe u arrestova. Më than të shkoja, e thosha jo se kam nusen në spital. Doja me shit makinën dhe të rria për qejf, por shkova. Lash Edrën në spital me vajzën një ditëshe dhe e gjeta 32 muajshe. Edra ka bërë një sakrificë të madhe.